pari ju përshëndes ju dhe shikues të ju dhe panelistat të në debat. Dje ka ndodhur një akt i mirëfill terrorist dhe Kosova duhet të jetë shqetësuar. Duhet të jenë shqetësuar, do të thotë, populli i Kosovës, institucionet e Kosovës për këtë rast të pastër terrorist. Mu më shqetësoi fakti që ende prokuria dhe policia nuk e kualifikuan si një rast terrorist. Vrasja një rështeri në detyrë të policisë të Kosovës nga një grup ekstremist është një akt terrorist, këtu pa ekuivoke. Dhe unë dhe organizata që përfaqësoj, shoqata që përfaqësoj, ka kohë që kemi ngrit shqetësimin e islamit politik. Dhe e them troq, shoqëria jonë ka nevojë të deislamizohet. Deislamizimi nuk do të thotë luftë kundër fesë islame. Qëndrojmë të temat, lutëm, zotri Beka. Por është që ne kemi nevojë shoqërinë tonë, islamin politik ta largojmë nga jeta publike, nga institucionet e Kosovës, dhe këtu me të drejtë ne kemi vërejtje ndaj bashkësisë islame të Kosovës, e cila nuk menaxhon njerëz të vet. Në xhamiat tona i do të krinohen njerëz. Aty nuk ushqehen me atë dashuri, nuk ushqehen me konceptin e shtetit, se në shtetin ton ka liri fetare. Jemi shoqëri dhe shtet laik, ku ka të drejtë çdo kush të besoj si të don vet. Nuk ju tregohet njerëzve tyne që në Kosovë ka njerëz që mendojnë dhe besojnë ndryshe. Po kemi të bëjmë me një hegemoni, që kësaj hegemonie në këtë rast i prinë vetë Bashkësia Islame e Kosovës. Prandaj, shteti i Kosovës, shoqëria jonë, duhet të marrë sa më shpejt masa, edhe të ndërgjegjësoj njerëz në Kosovë, qytetarët e saj, për karakterin e shtetit. Unë e kam përmend një intervistë në televizion tjetër, po të kishum dashur ne si shoqëri, kur kemi luftuar për liri dhe pavarësi, të krijojmë një shoqëri teokratike, e kishum kriju. Ne kemi aspiruar për një shoqëri demokratike, për një shoqëri civile. Të lutem ta përfundoj. Po, zotri Beka, të lutem çndrojmë. Saj duhet t'i japim rëndësi. Jo, se kishte deklarata shumë të forta, pak të kemi reagime në studio, kështu që mund të marrim. Po, zotri tha që dëshiron të lidhet me atë sa për deklarat. Jo, drejt për drejt me zotri Bekën nuk kisha reagu për arsye se është qëndrimi i tij, ndërsa te parafolsi pak mboni përshtypje se kemi Bashkia Islame e Kosovës ka probleme me xhamit paralele që po hapen. Po ndërtohen dhe po hapen. E kemi zotri Asharin që mund të... Dhe zotri Ashari e përmendi atë, ndërsa për mendimin tim, në qoftë se sot ndërtohet një shtëpi private pa leje në Kosovë, ndërhyn inspektorati. Në këtë rrafsh, shteti dhe Bashkia Islame, nëse ka këso probleme, Bashkia Islame është dashur ti referohet shtetit për hapjen se në hapja një xhamie është hapja një institucioni. Një institucioni cili nuk ka licencë për një aktivitet, hapet midis qendrës Prishtinës, dhe kush se kontrollon dhe prodhon ekstremizëm fetar. Po të që problemi nuk është e hapja. Problemi është të na nuk e kena një shtet të strukturum qatë shmirë që me hetu me parandalu që Po problemi është e hapja se shtetis... Vullnet se kishe reagimet dhe derisa po flisë veç një moment. Derisa, Vullnet, hapet një institucion, një veprimtari, një aktivitet biznesor nuk mundet më hapë sot në shtetin tonë pa licencë, pa një certifikat biznesi. Po dhe kanë duhet që e kanë mbyll ato. Edhe kanë mbyll, më rrëva ditës të mbyll. Sot hapen xhamit si këpurdha, do thot institucioneve jashtë kompetencës Bashkisë Islame, që është e tmerrshme. Po, megjithatë, problemi kryesor është Bashkia Islame është e paaft me menaxhuar çështje, nëse s'u ne menaxhon e delegon te shteti e mbyll. Problemi kryesor përsëri është
Qysh një 17 vjeçar të avron rështerin para hymës banesës. Se është organizume. Qysh një grup i 17 vjeçarve, 20 vjeçarve, 22 vjeçarve është ma shumë i organizum se sa inteligenca, prokuria, policia Kosovës. Se shkollohet pikrish në objektin ilegal. Policia jonë ku për shkollohet? Policia jonë shkollohet ma mirë se sa ata që shkollohen në për malje, në për gjamia. Inteligenca jonë është dosh me kanë ma shumë organizume, ma shumë shkollume se sa këta që organizohen në për malje, në për banesa, në për gjamia. Qa po flasune, edhe unë po thomë, për një hapje ilegale dhe një shkollë ilegale, normalisht që duhet të reagon shteti. Të qëtë gjamia që po hapën, e problemi kryesor është që na duhet me pranur që shteti që të ka dështu. Ka dështu policia, ka dështu inteligenca. Që ka dështu në rastë të tjera, kur një po qka thamna për hapje ka dështu shteti. Po njëkohësisht, derisa Bashkia Islame ka problem këtë çështje, është dashur të referohet do të shtetit dhe të kërkon me shkrim, zyrtarisht, që po hapet një objekt paralel. Edhe kur e thash unë që në fillim, bisedën e fillimit, kur e thash, Bashkia Islame është ka i bot një opozit, a ishte kështu apo jo, një opozit paralele, që në kupton, me bazë ekstreme, vullnet, ekstremiste, që pasojet... E që dhëtë me etu shteti? E që shteti është dash me etu. Po, e që shteti me parandalu, e jo, do të më marrë... Se neve në shësë qytetarë, qysh një 17 vjeçar, një 16, një 18, ka qasjen e armë, edhe realisht, na kishëm raset të tjera që së ndërlidhë me parë, kur vrau bashkëmëshatarin e ti në vushtrim, kështu që qysh ata kanë qasjen në armë. Zotri Jashari, besoj keni diçka për të njemi krejt në fund, e dim që kjo është një temë shumë e gjerë dhe do të kemi raset të tjera, sepse duket që do të ketë edhe zhvillime tjera. Një reagim të fundit. Të nderuar unë çmoj dhe vlerësoj mendimin dhe angazhimin e gjithëve. Mirë po, të jemi të qartë që është duhet t'i ndajmë. Para se, shiko, edhe ne kemi përgjegjësi, të gjithë kemi përgjegjësi, edhe institucioni ynë, normalisht kemi përgjegjësi. E para, e dyta, me shfrytzu rastin për thirrje për deislamizim, sa mujta me kuptuar zotri Bekën, nuk është momentin këtë situatë bisedohet kjo temë, sepse është e gabuar. E dyta, sa i përket dashuri. Lutem, më lejoni të shpjegoj do të thotë, sepse kjo thirrje që shoqëria jonë dhe Islami të largohet nga jeta publike, është e vetmja formë që ne të arrujmë shoqërinë tonë, shoqërinë laike dhe demokratike. Ajo tendenca në këtë rast edhe Bashkisë Islame të Kosovës është që sa më shpejt të fut në jetën publike, më falni se po tani ndërprerje. Tendenca në këtë rast edhe Bashkisë Islame, edhe grupeve religjioze është që dhe ka arrit me fut në jetën publike fen. Dhe kjo po shihet që ky militantizëm ka prodhu militarizëm fetar, religios. Po nuk ka lidhje kjo. Në këtë rast, deri aty kemi shku, kjo nuk është temë as militantizmit, as e fesë, as e islamit, as e katolicizmit, as e kur gjashtë munges e shtetit. Ka nevoj të i deslamizohet. Ajo është propaganda jote që ti do me bëjë se e ki si organizat shqiptaria që fari ideje e ki. Ato që e kini mbjell ju tash... Këto ka dështu shteti, o zëtni, nuk ka dështu këtu feja asë më që interesant. Personale, po zëtni. Ne kemi mbjellur se mbi të gjitha dhe para se gjitha është ne jemi shqiptarë. Dhe dashuria... Shqiptarë që evrosim shqiptarin tjetër. Që shto i bjenë? Se ta shqiptarë, ata Amerikanë, ata Arabë nuk janë. Na që të povrita me si njëni tjetër, që të është problemi. Neve nuk po vje kërkush me navrohet, priti kuna tjetër, pri natë, sorë kërkush me navromo. Na kretë për vlasë njëni tjetërin. Nuk të janë vullnet edhe pas. Unë e shko këtë rast, terrorist në lidhëm edhe me situatën përgjithësi që është Kosovë. Tash resurset e policisë që po përballën me kriminal, terrorist sërbë në veri, do të zhvendosen me liftu terrorizmin dhe celulat e para terroristët në Kosovë. Apo t'ja bëj një pyetje, zotri Bekën. Po, bëja për fund, të lutem, sepse jemi në Po, të lutem, më falë. Po, zotri Jashari. Ku janë, ku ishin organet e sigurisë vitet e fundit në raport me ekstremizmin fetar? Lera onda është institucionin e Bashkisë Islame për momentin. Përgjegjësia numër 1 këtë drejtim, këtë rrafsh, është e shkollave nivelli arsimimit dhe e dyta është çështja e organeve të sigurisë. A e ka ditë organet... Të lutem, hoqë nderuar.
Mas pari do thot organet e sigurisë, po shihet që e kanë kry detyrën e vet. Kanë arrit me identifiku vrasit dhe terrorist. Është detyra e përfaqësuesve të indoktrinoj njerëz. Do thot indoktrinimi i njerëzve, indoktrinimi aty në trive ka ardhur si rezultat i punës t'juve. Dhe në qoftë se ka fajtor këtu, fajtor duhet ta gjejmë së pari në Bashkinë Islame të Kosovës për këtë gjendje që është kriju.